studio në një transmetim të drejt për të vazhduar jetën e emisionit tonë. Tani kam kënaqësinë që të ftuar e kam një ndër kolegët e mi të preferuar, njëkohësisht kryeredaktorin e Radio Televizionit 21, zotri Arber Vllahiu. Të drejtova me zotri. Marrëm vesh fillim më shumë tonë zotni. Po ta qef me ndërru pa. Faleminderit shumë. Arber, po e kuptoj që sot super një ditë e angazhuar, për para se me folj për këtë angazhimet edhe ato çfarë po ndodh me zgjedhjet, a ke votu? A ke pas kohë me votu? Jo. Kur ke me votu? Ndoshta në mes kësaj periudhe deri në rikthimin prap në punë, për arsye se më duhet më bogati për emisionin sonte. Në fakt nuk kam pas kohë për shkak të angazhimit. Jo vetëm timit, por gjithë kolegëve të mi. Tut dhe njerëzve që punojnë në Radio Televizionin 21, jo vetëm ata që janë në teren, por edhe ata që janë sot këtu në studio, në regji, kudo që janë në redaksin përgjithësi, që po përkujdesin për mbarvajtjen e këtij programi gjithditor, që ka nisë në ora 7 mëngjesit, pra është pak e vështirë me gjetë një periudhë caktuar kohore kur mundemi pak më shku me bënë një votim dhe pastaj më kthej. Arber, si ka shku sot kjo dita e zgjedhjeve komunale në Republikën e Kosovës që ka fillu prej orës 7, njëkohësisht me transmetim të drejt për drejt. Gjerë tani sa është ora 2:12, si ka shku? Mirë, natyrisht në çdo përpjekje të këtill kaq të madhe për të mbulu gjitha zhvillim ditor, siç janë zgjedhjet në këtë rast zgjedhjet komunale, ka edhe gabime, ka edhe probleme, posaçërisht ato që janë teknike, teknologjia, megjithatë ndonjëherë mundet mos me funksionu, por në përgjithësi ka qenë një ditë për televizionin 21, ka qenë një ditë e mbarë, deri tani kemi arritë që të mbulojmë qendrat më të mëdha, do të jemi të sinqert, janë 38 komuna në cilat votohet në ditën e sotme, ka angazhim të jashtëzakonshëm të gjithë kolegëve për të mbulu secilën pjesë të territorit Kosovës, përfshirë këtu pjesën jugore, pjesën veriore, në lindje, në perëndim, çdo ku ka mundësi që të raportohet prej një qendre të votimit. Njëkohësisht, përpos këtyre të sotmet, ne duhet themi që edhe për një muaj e rresht, Radio Televizionin 21 ka sjell 2 herë në ditë debatet politike, duke informuar qytetarët. Sa ka qenë e vështirë këtë vit me i bo bashk kandidatët këtë gjithë me një vend, plus debat 2 herë në ditje, që është ekstra punë, përgjithësi, stres? Ka qenë një të quaj marrëveshje në redaksi, që të bëhen të përfshihen të gjitha komunat. Përfshirë këtu edhe komunat me shumicë jo shqiptare, dhe komunat e tjera. Pra janë thash 38 komuna të cilat është dashur të përfshihen në debatet qytetare. Tani të jemi sinqert, ka pas të lashet më dha. Të lashet diku më të theksuar, diku më pak. Ka pas gjithashtu edhe kandidatë të cilët e kanë refuzuar që të vinë në debat për arsye të ndryshme, dhe për qëllime të ndryshme. Tani nuk ka të bëjmë me televizionin, ka të bëjmë me garën e tyre politike. Ka pas në të tillë kandidatë që kanë anulu në momentin e fundit, ose ka pas edhe kandidatë të cilët në asnjë mënyrë nuk janë përgjegjës thirrjeve ose ftesave tona për të marrë pjesë në debatin zgjedhor. 38 komuna është e pamundën që të mos ketë të lashe, le të jemi sinqert, për shkak të natyrës, po them edhe njëherë politike, dhe kryesisht për shkak të angazhimeve që mund t'i kenë ose mund t'i kenë pas kandidatët për kryetar komune në këto 30 ditë të fushatës parazgjedhore deri në ditën e sotme. Pra, po me të lashe, me probleme, megjithatë besoj që kemi mri me mbulu pjesën më të madhe të territorit të Kosovës, komunave të Kosovës, dhe nuk ka pas komunë të cilën nuk e kemi ftu.
pra nuk ka prej 30 sa komunave, 38, të cilat nuk janë ftu për të marrë pjesë në debatën shëndetësore. Tani, a kemi realizuar 100%, nuk mund të them të tash cilat janë problemet. A kemi bërë përpjekje, po i kemi bërë gjitha përpjekjet për t'i pas në debatë. Dikun ka pas më shumë të shuaj debat dhe debat të nxehtë, gjatë kohës sa kemi zhvilluar debatet në studiot e Radio Televizionit 21, dikun ka pas më pak debat, dikush në bazë të analizës që është bërë në disa prej atyre emisioneve edhe të analitike që janë zhvilluar në Radio Televizionin 21, ka pas edhe të tilla deklarata që kanë thënë se ishte më shumë një farë të quaj fushate apatike, jo shumë e gjallë, jo shumë aktive, po kjo është ajo që karakterizon secilin prej komunave edhe njerëzit që kanë marrë pjesë në fushat. Kanë qenë kandidatët ndoshta këtë vit, nëse marrim parasysh me 4 vitet më parë, më qetë në debate, apo kanë qenë edhe pak me ma frikë me u ballafaqu me njëri me tjetrin? Ka shumë çka që është e përbashkët, do të thonë ndërlidhje që të dyjat, por ka edhe një element tjetër. Neve kemi dalë prej zgjedhjeve të qendrore në shkurt të këtij viti dhe pastaj jemi drejtu drejt kutijave prap gjatë ditës sotme. Pra brenda 8 muajve dy parë zgjedhje dhe njerëzit në përgjithësi kanë qenë të lodhur nga një periudhë e zgjedhjeve, nga zgjedhjet vijmë në zgjedhje shkojmë. Tani të kandidatët është pjesë e politikave të tyre, është diçka që quhet marrëdhëniet me publikun që ata e kanë përzgjedhur me bë, dikon ndoshta për shkaqe të ndryshme nuk kanë dashur të përplasen me njëri tjetrin, të përballen fort me njërin tjetrin, dhe ndoshta kjo i ka bërë dhe ta quaj në disa prej komunave një farë politikës e praktike që t'jenë më të qetë dhe të shpalosin programet e tyre. Tani, a do të vendosë kjo, po nuk do të vendosë, është çështje tjetër, për cilën nuk duhet që të flasë, për arsye se kjo është çështje e votuesit, ata do të votojnë, kanë votuar, do të votojnë deri në orën 7 mbrëmjes sonte dhe do të japin verdiktin e tyre, pastaj do të shohim se ku do të shkojmë dhe si do të ecim prej ditës së nesërme. Por a përzgjodhen që t'jenë jo ballafaques? Mendoj që po. Ndoshta e kanë përzgjedhur këtë metodë për të treguar se megjithatë edhe një mënyrë pak a shumë më e qetë, më lezhere mund t'jo jap fitore në zgjedhje. Ta shohim, nuk e di nëse ky është sukses. Gjatë gati 38 parafërsisht 38 debateve që kanë ndodhur, sipas arbrit, ka pasur më shumë ide konkrete apo retorika boshe? Ajo që më vjen shumë interesant nga ato që kam dëgju brenda këtyre debateve është një fakt. Për shembull, dhe kemi përmendur disa herë edhe në debatet që kemi zhvillu, kryesisht në shumicën e komunave është folë për ato që është folë para 15 vjetëve. Për mos me thënë që është folë në disa prej komunave dhe këtu e 20 vjetë më herët. Pra është folë për ujësjellsin, është folë për ujen, është folë për kanalizimin, është folë për rrugët, është folë për infrastrukturën, të cilat në fakt është dashur të zgjidhen brenda këtyre 25 vjetëve që nga përfundimi i luftës, por komunat në tërësi nuk i kanë zgjidhur dhe prandaj kemi ardhur ku kemi ardhur. Nuk po fasoj, nuk po flas për asnjërin prej partive politike që kanë qenë në pushtet në cilën do prej komunave në këto 25 vjet, por po them neve po përballemi si qytetar me të gjitha ato probleme ku do qoftë në secilin prej komunave me ato problematikat e të kalumës edhe në ditët e sotme. Pra, shumica prej tyre kanë përsërit disa prej atyre tentimeve që kanë bërë. Okej. Arben, e pëndalim për pak sepse do të kalojmë tek Erioni, ta shohim nga vitia dhe do të rikthehemi për të vazhduar edhe pak minuta për na treguar se çfarë do të ketë pas orës 2:30 në Radio Televizionin 21. Kemi kolegun ton Erioni në Viti, nëse nuk gaboj. Përshëndetje Erion. Granit, përshëndetje, ndodhemi në Viti, ndodhemi në gjimnazin kryesor, jemi në shkollën më të madhe, aty ku një numër shumë i madh i votuesve veç se e kanë blloku krejtësisht parkingun e shkollës.
Me mezi gjetën vend parkimi që të hymë në oborin e shkollës, shkaku që është një ndër pikat ku korespondon që gjithë qytetarët janë rreth shkollës e detyrimisht vinë të votojnë këtu. Në bazë të informacioneve që arritëm të marrim nga drejtori i shkollës nuk ka pasur probleme. Nëse kthehemi mbrapa në zgjedhjet që i kemi pasur në shkollë, zgjedhjet nacionale, kjo bones sa i përket hapjes së qendrës votimit, po kësaj here ishte hapur me kohë. Interesimi i madh i qytetarëve po vlerësohet shumë edhe prej drejtorit të shkollës, ai momentalisht është i zënë me obligimet e tij, por ne vendosëm që të bënim raportimin edhe pa të, pasi morëm informacione të duhura. Ky numër i madh i qytetarëve tregon që Vitia me të vërtetë është e interesuar për me pas sa më të mirë. Që kjo është momentalisht mundeni me pa oborrin e shkollës, që është krejtësisht nga makinat, edhe qytetarët kanë vendosur me ardhur makina dhe pse jetojnë nga afër. Po kthehemi. Si duket, okej. Kemi pak sa probleme me internetin, si duket. Që vjen me karrocë, do të thotë nuk hezitojnë pra që Kjo është e bukur, Arion, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejt për drejt, dhe kjo është edhe një mesazh shumë i bukur në fund që pavarësisht duhet të dalim të votojmë, sepse kemi obligim, vetëm duke votuar mund të ngrisim zërin që më pas t'i kërkojmë të drejtat për komunat tona. Kështu që Arion, faleminderit shumë. Dhe sigurisht jo vetëm Arionit, për të gjithë kolegëve tanë të mrekullueshëm që janë që nga ora 7 e mëngjesit dhe që besa që nga ora 5 e mëngjesit vetëm janë nisur drejt vendeve të ndryshme të Kosovës. Dikush edhe ma herët, ka njerëz edhe në 4 që është nis. Varet se ku ka pas me shku dhe cile ka qenë detyra e ditës. Sa u kone vështirë me nda këto detyrat kush ku të shkoj sot të zgjedhjeve? Të që unë them se gjitha personelit, gjithë njerëzit që punojnë në radio televizionin një prej kohësh e dinë se zgjedhjet janë me datën 12 tetor. Dhe neve kemi diskutu me javë të tëra se thjesht kush ku do tjetë dhe si do të zhvillohet të gjithë procesi brenda ditës. Pastaj, ndarja detyrave është pak më e lehtë, kur kemi të kuptu dhe kur e dim mirë se cila do t'jenë përgjithësitë tona gjatë ditës. Pra thjesht nuk ka qenë shumë e vështirë për me bën ndarjen e detyrave, përveç faktit, them edhe një herë, që kemi pas të lashet nëse duhet gjatë ditës të kujdesemi se cila është pjesa kur mundet me tra. Rrjeti, interneti, lidhje, të kuptojmë në këto janë problemet me cilat më shumë të bëjnë nervoz se sa pjesa tjetër e punës. Sa herë sa gjatë ditës i punën pas? Në rrjetë. Më shumë shte. Të nxjerrin pak e politikës. Nuk është që mu ka shterë pak zani. Ja, këta kam përshka këta tofjes, pa jo, dhe më thënë nuk ka pas nevojë. Diçka, okej. Arber, kupton që roli i mediave është shumë i rëndësishëm në zgjedhjet, njëkohësisht edhe në vetëdijsimin, po besoj po e them vetëdijsimin e qytetarëve dhe thirrjen për të dalur me votu. Jemi si media në përgjithësi, po e flas, jemi gjithmonë një zëri sa i përket kësaj thirrje për qytetarët dhe duke raportuar në kohë të duhur qytetarës se çfarë po ndodh në qendrat e votimeve. Unë mendoj që mediat në Kosovë kanë bërë punën e tyre të jashtëzakonshme, jo vetëm për zgjedhje, por edhe para zgjedhjeve, në secilën pjesë të ditës, në secilën copë të kësaj kohe për sa ekzistojnë ato. Pra thjesht e kanë bërë punën e tyre në mënyrën më profesionale dhe më të mirë të mundshme. Tani, unë e di se do të ketë gjithmonë të tillë që do të ankohen, do të akuzojnë mediat për shumë çka, por duhet kuptuar edhe natyrën edhe punën e gazetarëve. Prandaj është me shumë rëndësi që në mesin e qytetarëve të Kosovës, në mesin e popullatës, të ketë edhe një farë vetëdijsimi dhe edukim mediatik për ta kuptuar se si vërtet funksionojnë
mediat dhe për ta kuptuar se si vërtet funksionon edhe opinioni publik. Pra në përgjithësi kemi mërri me dhënë mesazhet dhe kjo që po bëjmë sot është pjesë e kritë kësaj pune, vedisimit të qytetarëve ku dhe si do të votojnë dhe pastaj edhe në fund do të bëhet edhe vlerësimi i krejt asaj se çfarë është bërë brenda ditës, por në fakt mediat kanë qenë këtu dhe do të jenë këtu për opinionin publik. Do të thënë në fjalë në fund kështu, mediat vazhdojnë të jenë pushtet. Gjithmonë kanë qenë pushteti 4, nëse unë nuk e gaboj, por ndonjëherë mund më qenë shumë më të forta se sa pushteti 4, unë nuk kam qef që ta them si një lloj pushteti, për arsye se janë më shumë një lloj katalizatori në krejt shoqërinë edhe kanë një ndikim të jashtëzakonshëm. Ky ndikim është i natyrshëm për arsye se neve komunikojmë me opinionin publik në minuta, në sekonda, do të thënë komunikojmë drejt për drejt, pa pas nevojë që ta kemi një ndërmjetës tjetër, na jemi ndërmjetësi këtu bat. E vërtet. Arber, ne nesër në orën 7 të mëngjesit me studio të hapur, tani më vetëm jemi gati në ora 2:14:26 minuta, që mos t'ja huç kështu minutave. Po, çfarë do të ketë? Edhe kjo pjesë... Dhe kur do të përfundoj? Në orën 7 ka nisë edhe kjo pjesë e emisionit, pra dhe kjo emision Ftoftë nxehtë, i cili transmetohet në kuadër të studios së hapur, është pjesë e integrume e kësaj maratone televizive gjatë ditës së sotme. Neve do të vazhdojmë pas orës 2:30 me informacionet e tjera nga tereni, do të ketë pastaj edhe analiza dhe debate brenda studios, do të ketë lidhje të drejtë për drejta edhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, do të shohim se si ka rrjedh i gjithë procesi deri në minutën kur po transmetojmë programin. Do të ketë shumë çka që do t'i jap qytetarit të Kosovës informacionin e plot se çfarë po zhvillohet. Pastaj në orën 18:30 do të bëjmë një shkputje të shkurtër, se do të jetë emisioni qendror i lajmeve deri në orën 19:15 dhe pas orës 19:15 do të nisim atë pjesën e fundit të maratonës. Pjesën më të nxehtë, çfarë ta them. Ajo do të jetë pjesa përmbyllëse dhe do të jetë një debat me analist dhe me njerëz të fushës dhe do të sjellim në kohë reale se çfarë ka ndodhur pas janë mbyll qendrat e votimit. Do të bëjmë lidhjet edhe me gazetarët tanë këtu në Prishtinë, do të bëjmë lidhjet gjithashtu edhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Pastaj do të analizojmë se çfarë ndodhi dhe si ndodhi gjatë ditës së sotme. Do të ketë një numër analistë, shumë prandaj i ftoj qytetarët, të gjithë shikuesit tanë që të jenë me neve deri në fund të kësaj dite. Nuk po them se do të jetë fundi në orën 11-12 natës, po themi le të jetë fundi atëherë kur është fundi. Derisa do të shkojmë deri nesër mëngjes, nuk e di, unë po shpresoj që jo, por megjithatë ne jemi këtu. Do të vazhdojmë punën deri në minutën e fundit për të parë se çfarë do të sjell dita e sotme. Kush do të jetë kryetar, kush shkon në ballotazh, pse shkon në ballotazh, pse ka humbur ky, pse ka fituar. Pra thjesht le ta ndëgjojmë sonte se çfarë po ndodh dhe çfarë do të ndodhë. Unë me zipres realisht që atë pjesën analizave të sakta që i bën Radio Televizioni 21, ju me gjithë kolegët dhe njëkohësisht analistët, sepse gjithmonë ato, po e them, prognozat, po e quj kështu, qysh të orave të para që i keni thënë, gjithmonë po thuaj se kanë dalë të njëjta dhe nuk kanë lëvizje. Të vetëm gjë që nuk e kemi bërë është exit polli dhe nuk janë sondazhet, gjatë ditës së sotme dhe ashtu nuk ka qenë lejuar, por drejt ju them paka shumë, nuk jam shumë mjethtar i sondazheve, sa mjethtar i transmetimit real të asaj se çfarë po ndodh dhe i analizës e debatit mbi atë se çfarë ka ndodhur dhe çfarë mund të presim në ditët mbi. Arber, faleminderit shumë që ishe në këtë maraton edhe në këtë pjesë të Ftoftë nxehtë, duke na treguar se si ka shkuar dita, si do të shkojë dhe çfarë do të ndodh më pas me krejt këto, kështu që faleminderit shumë, po besoj që nuk do të ndalemi, si që the, që nuk dim në 12 ose edhe për 24 orë, po sigurisht edhe gjatë ditëve të tjera, sepse çdo ditë do e kemi më të nxehtë se kush cilën komun po udhëheq apo jo.
do të ketë, me siguri do të ketë edhe pas saj, pas ditës së hënë, sonte në fakt ose nesër herët mëngjesit të kuptojmë se cilat komuna shkojnë balotazh dhe cilat komuna kanë fituar më të parën, dhe pastaj vazhdojmë pjesa e dytë të punës, që nuk kupton se duhet ta përcjellim edhe atë se çfarë do të ndodhë në pjesën e balotazhit. Kjo nuk kupton se kemi kryer këtu. Kemi kryer këtu për ditën e sotme, por do të vazhdojmë atje ku do të vazhdojmë. Po të marr të gjithë neve që jemi sot në punë dhe do të vazhdojmë punën deri në minutat e fundit, po të marrë dhe kolegëve që janë sot në teren, ata të cilët do të janë tërkohen deri në përfundimin e ditës në raportimet prej terenit, po të marrë atyre që janë në regji dhe atyre të cilët do të jenë me neve deri në orët e vona, dhe gjithë personelit tjetër të Radio Televizionit 21 dhe njerëzve të cilët janë duke punu dhe ata të cilët janë edhe në drejtime udhëheqje të Radio Televizionit 21. Faleminderit shumë Arben.